Përshëndetje shikues të nderuar. Një javë më parë të gjithë ishim dëshmitar të ndërhyrjes brutale të forcave speciale izraelite ndaj karvanit me ndihmë humanitare që ishte nisur drejt rripit të Gazës. Siç e dimë të gjithë, ky aksion përfundoi me 9 viktima, dhjetra të plagosur dhe qindra të burgosur. Në këtë karvan ishin edhe 3 shtetas të Maqedonisë, të cilat sonte i kemi ftuar në studio të hapur. Pra, me ne sonte janë zoti Jasmin Rexhepi, zoti Seat Ramadani dhe zoti Sami Emin. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Zoti Rexhepi, çfarë ndodhi në të vërtetë atë mëngjes? Është thënë disa herë, mirë po megjithatë tani shikuesit e televizionit Arsa do të kenë rastin drejt për drejt të dëgjojnë edhe një herë pak më gjerësisht se çfarë keni përjetuar në mëngjesin e asaj dite. Около 4 часа цавеле, сите бевме на утринска молитва, значи на сабах намаз. И на вториот рекет ги слушнавме моторите од чамците и веднаш потоа ги слушнавме гранатите кои што беа фрлени. Фрлеа значи гасни гранати, фрлеа гранати, звучните значи, за да се направи метеж на бродот, што всушност за кратко време се случи. Никој од нас не очекуваше такво нешто. Сите очекувавме сабајлето околу 10 часот да пристигнеме, значи во близина на Газа, бевме во меѓународни води, имавме парламентарци со нас, воопшто не се надевавме на вакво нешто. Имавме старци со нас, имаше дете помало од 1 година со нас. Воопшто не се надевавме на вакво нешто. Беше темница, не знаевме што се случува, не бевме влегле во Израел, помисливме дека се работи за некаков пиратски напад, за такво нешто, иако бевме среда Медитеранот. Децата, жените беа трнати на страна, значи доле луѓето излегува на палубите да видат што се случува. Те продолжија да пукаат, сакаа да влезат да се закачат со глисерите. Народот се обиде да го одбие тоа, вика, врзнив и така натаму. Не им успеа, значи да се закачат бидејќи имаше премногу народ од страните. И неколку, да речеме околу 15-20 минути потоа, дојде хеликоптерите со луѓето од озгора. Ние бевме доле на местото каде што беше молитвата и не знаеме што се случува горе. Дури кога дојдовме дознавме дека тие се истовариле горе, многу подоцна ги видовме. Nga pamjet që i kemi ndjekur ne kemi parë se megjithatë derisa po zbrisnin ushtarët izraelit kishte një farë rezistencë nga poshtë. Да, потоа чувме значи од нашите сопатници дека кога доаѓаше хеликоптерот пукаа од озгора, сакаа да го иште теренот за да се симнат доле и нормално било кој ќе пружи таков отпор. Ние бевме на хуманитарна мисија, бевме цивили сите до еден, бевме ненаоружани, подпишавме договор дека кога влегуваме во водите, кога влегуваме во бродот, не смееме да имаме такво нешто и ќе одговараме пред судовите доколку имаме такво нешто. Немавме такво нешто и тоа беше нормален, природен настап од нив, да речеме да пружат отпор на тие кои што пукаат. Да. Zoti Ramadani, më duket se sulmet kishin filluar disa orë më herët nga ajo që ne e pam. Nga ajo që kemi lexuar në për disa media, do thotë sulmi që e keni përjetuar mëngjesin asaj dite ka qenë goditja e fundit. Paraprakisht çfarë pa ndodhur, do thotë një ditë më parë ose disa orë më parë për asaj. Para se të vinë forcat, tash po i themi izraelite, sepse për ato momente s'ishin izraelite, ato ishin pirat, për ato momente ishin gusar, cilët nuk njiheshin se s'kishin ndonjë paralajmërim, apo ndonjë shenjë flamuri shtetënor apo ndonjë siç është edhe rregull e ushtrive që dojnë ta kidnapojnë dikan apo dojnë ta bllokojnë apo ta kthejnë mbrapa një. Nuk kishte asnjë lloj reagime që ju takon ushtrive shtetënore të reagojnë në atë mënyrë, ishin gusar thjesht ose pirat. Para kësaj ngjarje kemi jetuar në anije. Domethënë kemi qenë shumë mirë, kemi jetuar. Besoj që jetën në anije, derisa nuk ka ndodhur ai sulmi i tillë, besoj që atje do ta mbajmë mend prej Antalijes deri në atë mëngjes, do ta mbajmë mend derisa të jemi gjallë për smiri, tham në aspektin pozitiv, sepse ishin aty një umet i tërë, ishin një botë e tërë miniatur, që kishte nga gjitha shtetet evropiane, edhe Amerika, Kanada, Brazil, dhe gjithandej, mase në Indonezi, Malezi, domethënë, nuk kishte ngjyrë racë, edhe nuk kishte
edhe nuk kishte fe që nuk ishte prezent atje. U fjalën e patë se a kishit provokime, sepse kam lexuar natyrisht ne nuk kemi qenë prezent aty dhe nuk e dim saktësisht, kemi lexuar se ka pasur edhe disa para se të filloj sulmi me municion të vërtet, ju keni pas provokime edhe me plumba gome, me gjëra të senat. Faktikisht ata që është nga fillimi kanë filluar drejt me, unë mund të them për vete, drejt kam dëgju bomba, zëri, bomba, çfarë atyre se unë nuk i njoh velo ato mënyra, ato përbërjet atyre bombave, ka qenë sulmi drejt për drejt, qysh namaz duke qenë rekatin e dytë të sabahut, ka qenë drejt sulm. Sepse ata ishin me disa anije të zeza që nuk u dukshin, nuk u hetoshin Bilendeti, se ishte edhe terr, edhe silleshin rreth e përqark anijes tonë, si gjerprinj për rreth, që kishin nga një tokë mrena me ushtarë edhe me armatim të tërë. Edhe pse më vonë gjatë ditës e kuptuam se pak në distancë më të lartë janë edhe ato anijet e mëdha luftarake me topa, me raketa, me kështu të instaluara që na përcjellshin. Do të jemi një të treshit në anijen Mavi Marmara, apo anijen kryesore që ka qenë e flotilës. Si mund t'i përshkruani ato momente? Si i keni parë ju? Evet, ben Emin Sami o anları nasıl yaşadığımı anlatmak istiyorum. Çünkü ben gemilerin, helikopterin gelmesine kadar sahnedeydim bütün zamanlar. Çünkü orada bizim, başta özür diliyorum sesimin şu anda kısık olduğundan, yani kendimi biraz üşüttüm, şu anda iyi hissetmiyorum da. Marmara gemisinde olduğum müddetçe çok iyi anlar yaşandık. O ana kadar çok güzel şeyler yaşadık. Çünkü ben bütün zamanımı sahne etrafında, yani geminin üst kısmında geçirdim. Orada bir çayhane kurduk. Gazze çayhanesi, böyle çay kahve etrafında bildiğiniz gibi hep misafirler, şeyler, çok hoş anlar yaşadık. Ve o anları hep sahneden böyle denize seyrederek nasıl geldiklerini, nasıl bize hücum ettiklerini, kimler olduğunu daha bilmiyorduk. Yani piratlar gibi, korsanlar gibi hücum ettiler, her tarafımızı sardılar ufak botlarla. Ama maalesef o botlarla amaçlarına ulaşamayınca bizi helikopterlerle üstten taarruza başladılar. Bu böyle devam etti. Bir müddet sahnede kaldık. Haber gelince 2 şehit verdiğimize dair bizi başkanımız hepimizi güvenilir salonlara geçmemizi emretti. Ve böyle bu anlar yani geçti diyebiliriz. Zoti Emini shpjegoi momentet e ndërhyrjes brutale të forcave izraelite. Natyrisht fillimisht tu erdhën lajme nga më të ndryshme, se janë vrarë 19, 20 e pastaj edhe gjatë ditës kishte loj me numrat e viktimave. Ku ndodhen gjitha vrasjet? Vetëm në anijen Mavi Marmara apo ka ndodhur edhe në anijet tjera? Само Мави Мармара, бидејќи во другите бродови немаше многу патници и беа многу лесно совладани, додека кај нас повеќе од 500, значи негде бројката е, значи околу 600-700 луѓе имаше, тоа беше многу тешко да го завземат, бидејќи нормално не се обидува на помирен начин, мора да употребат имат се повеќе сила. Првите петорица беа убиени во истиот момент кога се спуштаа войниците од озгора. Ndërkohë që të tjerët? Другите додека го завземаа, значи, мостот на капитанот и некои беа ранети во тој момент. Значи имаше први 5 жртви во тој момент кога се спуштаа. Од тука и тој, значи, инстинктивен одбранбениот инстинкт на оние луѓе кои што можеме да ги видиме, кои што ги удираат тие војници, поради тие жртви. Во истиот тој момент имаше и доста ранети и од кога го предадовме бродот, додека почнаа да не врзуваат, поминаа 2 часа. Израелската парламентарка ги молеше на нивниот јазик, на англиски јазик. Ве молиме, прекинете со насилството, земете ги нашите ранети. И имаше неколку души кои што преминаа во меѓувреме, токму поради тоа што тие не сакаа да ги преземат и да им пружат медицинска помош. Do të thotë se bashkë me ekipin tuaj ka qenë edhe një deputeti izraelite, këtë doni ta thoni para shikuesve të televizionit Tarsat? Да, имаше пратеници од многу земји, меѓу кои од Израел. Zoti Ramadani përmendet shpeshherë çuni 19 vjeçar Furkan Doğan. Ai thuhet se është goditur 4 herë në kokë. Mund ta përshkruani mënyrën se si është vrarë?
Furkani është godit me armë zjarri dhe është vrarë në mënyrën më të egër që mund të vrahet një njeri. Se përket Furkanit, Furkani është djali mos them më i mirë aty, edhe pse gjithë ishin të mirë aty. S'kishte, nuk po besoj që i ka pas ndonjë që ke mujt thoshte që ki dyqysh s'kan kështu apo kanë kështu. Pa ishte për nga moshe, ishte më i ri. Dhe do të kemi shumë vështirë ta përshkruajmë atë, kupton. Sepse është ashtu, unë shumë herë u tham edhe shokëve se Furkanit baba ja kishte lënë emrin Furkan. Emrin e Kuranit. Nuk mund të jetë ndryshe përveç Furkan, djalë shumë i mirë. Allah inshallah e ka marrë si shahid. Vrasja e tij ishte shumë brutale, shumë e rëndë, shumë s'di se si ta përshkruaj. Vrasje, domethënë drejt për drejti me armë. Zotë Emin, nga kjo që e shpjegojnë dy bashkëkohëtarët tuaj, le të nënkuptojmë se për disa orë të tëra ju keni mbetur pa kur farë ndihme mjekësore. Mund t'i shpjegoni këto momente? Po këta momentet konë më të vështira është ka i kena përjetu, edhe humbja që erë deri te 11 viktima deri sot, që ato momentet e ushtarët izraelit në të panikën, gjujshën, sa pame dhe sa sitëm, edhe në hijet e njerëzive, pi tutut edhe selët, a ka njëri, a s'ka ato gjujshën. Dhe në ato momente edhe shumë viktima kena dhonë, mendoj. Kurse për Furkanin që e përmendën edhe shokët, ai o konë me kamerën në dorë. Kur kush tjetër s'ka pas jashtë kamerës ose diçka tjetër në dorë. Kjo është një akcion humanitar botëror, mendoj. Asë thika, jashtë thika që për pemë s'ka pas nani, kena hangër shumë ditë, bostan në kanë pru, i kena hangër kështu se s'ka pas tepër, mendoj. Në kësi raste jena sulmu me të vërtet. Zotë Rexhepi, unë kam përshtypjen nga kjo që dëgjoj për juve treve se ushtarët izraelit kanë vepruar shumë në panik, ndërkohë që vërtetës ajo është ushtria më e përgatitur në botë. Më duket paksa paradoksale, megjithëse nuk kemi qenë në ato momente aty, nga kjo që e dëgjojmë, nga kjo që e shohim, atëherë parashtrohen shumë pyetje se pse ajo ushtri të veprojë në atë mënyrë. Pak më parë tha edhe Zoti Emin, ata shtishin thotë me armë zjarri edhe në hijet e njerëzve, lërmën e njerëzit. Една работа е да носиш храброст во срцето и да се бориш за вистината, а друга работа е да бидеш спремен да војуваш и да бидеш вооружен. Може да го имат најголемото оружје на светот, да бидат најспремни, но те длабоко во себе знаат дека немаат вистината на нивната страна, знаат дека прават неправда, дека прават зулум и токму тоа е тоа што ги јадеше однатре и што направи многумено од нив да се плашат од невооружените луѓе. Është interesant se mjekësia ligjore në Turqi ka konstatuar se plumbat që janë përdorur gjatë këtij aksioni nuk ngjajnë plumbave të armëve tjera. Për çfarë bëhet fjalë? Çfarë plumbash kanë qenë ato? Turqit pikërisht për atë dhe bën atë intervenim të mjekësisë ligjore për të zbuluar këto raste, këto sende. Dhe sigurisht që kanë zbuluar ato diçka. Ne nuk i kuptojmë ato. Nuk i kemi parasysh ato sende, por keni mund të vëreni ju diçka ndryshe nga armatimi tjerë? Armë që ja u shifsha dorën nuk i kanë pa ato armë, ishin armë tjera, pse të ne këtu përdoren armë tjera, ato i kishin armë, që me thonë, qëtër model, qëtër stil të armëve. Po do të kisha ndërhyrë dhe pak lidhen me atë mjekësinë, do me thonë intervenimin për të plagosurit. E vështira që mu nuk mu ka pëlqyer dhe mu ka dogë shumë terror ndaj atyre të plagosurve, ka qenë mënyra se si ata i kanë transferuar ata nga anija në anijen e tyre. Llogarit i marrin njerëz të plagosur, i kapin me atë si lloj dysheke me ato, edhe as pak nuk mërziten se i pshton prej dore apo vrat apo bjen tokë apo si bepi atje. Kemi pa mesni që janë dëshmitar këta që ka bova ki 2-3 prej tyre që i ka pshtu, edhe nuk mërzitën shumë. Janë gjithë kapë përsëri e qonë atje, e hipin katin e tretë të anijës, fundit atje, edhe tani e kapin me një farsendi, edhe e kapin me një farë si lift, i themi shmithon, edhe në helikopter. Llogarit, helikopteri nuk ishte sen në anije që e like me një vend nga veri, nga jo frima që shkaktoj ke ati, ato në qatë veri e mirëshin plagosmin edhe hipshin helikopter që une, edhe kam bisedu edhe me Jasminin edhe me këta që kam dyshu shumë në nivelin e plagosjes tyre për të vdek ato, apo të nëja.
kam një dyshim shumë të madh për shkak të trajtimit keq si të plagosur derisa i kanë quar atje ku i kanë quar. Domethënë sipas që është numri i viktimeve shtuar pasi për shkak se nuk është bërë intervenimi i duhur mjekësor. Kështu personalisht e kam këtë përshtypje për shkak mënyrës së trajtimit se si ata i kanë trajtuar ata derisa i kanë transferuar nga anija jo në anania po ku i kanë quar atje. Nga momenti i sulmit deri te transferimi i të plagosurve, sa kohë ka kaluar? Ka zgjat, mund të them, ajo ka ndodhur diku në ora 4 e diçka, sulmi, kurse në orën 7 e diçka, Henes kanë filluar neve me na lidh durt e me na bart atje, masanej ajo ka zgjat më shumë se një orë, sepse ne kemi 500 vet atje, mbi 500 vet në anije. Edhe llogarita e dikun 5 orë ka zgjat, dikun e 6, kur ato kanë filluar mi marr plagosmit edhe mi çu dikun për shërim. Minimum 5 orë ka zgjat. Nga momenti i ndërprerjes së zjarrit. Po ja kërkoni që t'u ofrojnë ndihmën e parë. Nuk kishte mënyrë edhe metodë, formë, hapësirë për të kërkuar diçka atij. Pse? Aty nuk kishte mënyrë të drejtë as të folmen, s'kishte drejtë as me fol, as nuk kishte drejtë me mu rrotullu, aq më tepër nuk kishte drejtë as të kërkojsh edhe për WC. Ndërkohë kishte maltretime, kishte trajtime të ushtarëve. Do të thotë pasi që përfundoi aksioni ushtarak kishte pastaj. E gjithçka e tyre ishte maltretim. E ka djalë kishte trajtim fizik shumë. Kishte trajtim fizik ka pas për sa ndëgjova se nuk i kanë parë mesi, po them se ndëgjova se kish pas për 2 gazetar më duket. Masane ka pas për një djalë nga në Algjeria, që ishte çun i ri edhe ai ishte diku 22 vjeçar. Ka pas edhe keq trajtime, nuk them se në shumë njerëz, po ka pas në disa prej tyre ka pas edhe kështu rrahje, domethënë fizike. Kurse ajo tjetra që ishte mos të them edhe më e madhe se rrahja fizike, kupton ajo, se ishte. Në anije ishte edhe një fëmijë, nëse nuk gaboj, i moshës një vjeçare. Cili ishte fati i tij? Во бродот има 5 дете едногодишно, од екипажот на бродот тоа дете беше. И судбината на тоа дете вака издеше, зашто нас од салоните еден по еден не извлекоа после 7-8 часот и тоа обкружени бевме од сите страни со наоружени војници кои стоеа по прозорците на салонот и пред вратата имаше над 10-15 војници наоружани, се знае, со најсовремено оружје и кучиња имаше исто така пред вратата и околу 7:30 отворија врата и почна еден по еден да не викаат надвор од салонот, надвор на тоа терасата мокра кај што беше и не извлекува и како што доаѓавме еден по еден кон нив и оддалеку ни се обраќаа со тоа да кренеме раците на глава и да се доближиме кон ним. И така доаѓаме до ним еден по еден и одма првото пристигнување и врзување на раците со пластични лисици и тоа стегнување до душа максимално. И комплетен претрес да не носиме нешто, тоа ни го правеа и како вреќине фрла по тоа мокри даски така и цело време и детето истовремено дојде така случајно или не случајно до мене дојде со мајка и судбината била детето тука и момент така тоа траеше неколку часа и во еден момент детето беше прегазено, да речам, од еден војник кој беше така панични беа, со сетата нивна моќ и сила, али во душата страв, зашто се страв ни светот и сеја ден денеска, а стравта е во нивните души фактички, зашто ние хуманитарци немаме од кого да се плашиме, зашто не правиме зло никому. И во тој момент и го прегази детето, до душа човекот, после тој војникот, како да ни се извина, али на отворено место беше детето, тем прегледно беше простор, ние се зажурбе. Дека го остави да спие и војниците беа многу, така да кажам, охоли, арогантни, секој шутира се пред нив. Да шутира нас, бидејќи бевме таму врзани со рацете позади, клечевме доле, не може човек да кличи на таа вода и на тие даски. И бидејќи шутира работите, лаптоповите, сите работи што ги имавме, и од таа навика на шутирање, на омаловажување, го шутна и детето. Скокнавме сите, скокна неговите да го бранат него, ние по детето. Што се случи? Рече, извинете, не го видов. Како не го видов? Што шутираш? Како одиш? Што е работата? Не, цело време беше тука присутен.
Majka беше тука покрај. Го зема еден дечко, после го симна доле кај жените, тоа беше катастрофа. Dhe pastaj ju dërguan në burg apo ju morën në pyetje? Не држа околу 24 часа доле во салоните, со врзани раце, не ни дадоа да јадеме и да пиеме, тоа што беше на бродот. На салонот на Анија, во бродот, да. Дури после 24 часа, дури после 15 часа ме пуштедам во тоалет, ше катастрофа, не може човек да заспие, за да не се направи бербат, катастрофа. Ни старците, ни младите, никога не пуштаа. Дури после 24 часа, 12 часа откако пристигнавме во Израел, не изведоа надвор, не ослободија од лисиците, ни направија наводно медицински предмети, прегледи, не сликаа, ни земаа податоци и после тоа не упатија во нов затвор. Сефте. Do të thotë ishte burg I ri pa përdorur fare? Да, ние направивме сефте там, го отворивме свечено отваре. Dhe pastaj çfarë ndodhi në burg? Bunja një procedurë pas 24 orëve, cila ata 24 orë në Anije janë shumë të rëndësishme dhe shumë mirë është jenë spjegume, sepse kanë qenë të merë shumë I madh. Imagjinoni njeriu të gjitha nevojat, qoftë fiziologjike, për ushqim apo për WC, për gjitha këto, atë desh t'i krye në duhet lidhuna. Edhe për faljen e namazeve. Me thonë gjithçka ka qenë 24 orë duhet të lidhuna, kurse atje na çuan në polici, na morën disa formalitete sene, na detyruan në shkruajmë punë dokumentesh, edhe ata nuk ishin shumë dhe na çuan në burg një orë xhims nga Tel Avivi në jug të Izraelit. Burgu ishte, si tha edhe Jasmini, është burg për herë të parë ne provuam atë burg. Anën teknike mos tham ishte murët, dyert, krevet, sen ato ishin, domethënë treja që I kishin unë për herë parë, por sjellja aty në që punojshin në burg ishte shumë brutale. Llogaritë një natë kenet në burg, s'ke mujt flesh një minutë nga zhurma, nga arroganca që e majshin për ato ndaj të burgosurve, hapësirën, ndaj hapësirën aty të virën mes veti, të bërtit, ajo domethënë ishte, se ona teknike thash ishte burg I ri domethënë. Dhe pastaj? Që është një karakteristik, bisedu me Jasminin, tham, Jasmin, çka bëhet me neve? Kishmi një ide se Turqive ka kush I del Zot. Që ishte shumë veçuri kjo apo di. Dhe tham, neve thu do të na dalë Zot dikush. Ato I kishmi dilemën apo. Dhe ajo që e menduam nëna doli, mos tham si e kundërta, për shkak se me të futur në burg, gjithë ata njerëz aty, I pari konsulat që prezentojnë në burg dhe kërkoi shtetasit e tyre ishte konsulati I Maqedonisë. Që neve na gëzoi, mund të them lirisht se na e bëni shumë qefin. Erdhi Aleksandr Malovski, quheshte, që punonte në ambasadën e Maqedonisë në Izrael, që jemi shumë falënderues për ata. Erdhin, u interesu, na pyeti për hallet, për punë, për sene dhe normalisht ne informacion s'kishin edhe këta të shtëpia këtu për neve, pas na për shtëpie se çfarë situate gjendeshim për 48 orë ato. Dhe na e mori numrin e telefonit të shtëpisë, sepse s'kishim ne as telefon as janë, dhe e mori numrin e telefonit dhe me të dal nga burgu ishte lajmëruar në shtëpi dhe I kishte treguar se gjendjen e kemi mirë shnosh, që është një për të falëndëruar. A kishit ushqim në burg? Po, apetu në do të kena në salon se tu ishin... Do të thotë mund jetë më të mëdha keni pasur në salon. Përcjellja prej salonit faktikisht dorëzim prej ushtrisë në polici. Edhe aty vazhdoi një kohë gata. Nashta shtator vazhdoi. Ja s'pak se navrata na makedonski polis to mi je така да. Nuk është problem. Преминувањето од војска након полицијата, предавањето на нас, тоа траеше 7 часа. Тука имаше некои понижувачки фактички елементи, морам тие да ги нагласам. Од брод, издегувањето од брод, пречекувањето на полицијата и подценувачки и контроли на секои два чекора посебно и пред штом ќе излегувавме од бродот, тука наместени чадори имаше доста и собран народ од Израел од сите страни и аплодира кон дека имаат заробено, као да имаат заробено терористи, некои не прикажа кон нивниот народ као терористи нас. Тука многу не загрижи савеста фактички и
приемањето од полицијата и не прегледува здравствено и не испитува на неколку места. Полицијата од сите со наоружани, плюс ќе ни дава уште 20 како питомци за раце да не избегаме, не знам што беше таа работа. И тука беше многу цинични моменти за нас. Поздравна. Për ushqimin, se duket ishte edhe pyetja, ushqimi ka qenë nën minimale, në burg sidomos. Po përmendi veç një herë ushqimin ku ne prunën ushqim nga kështu, i themi nga frigoriferi i thellë, duboki, shejtojmë na kështu katonarçe. Ishte me akëll, copa e bukës, akëll ishte. Akëll i thjesht. Edhe bile njeni nga ata të burgosurit u anku, tha, që është ma kjo bukë me akëll, tha. Ati ishin 5-6 fiska, ishin ngri me zveti, akëll. Ki tha, hamara tha, pse është kjo bukë ngrime, tha, hatë buka ngrime, tha, kjo është e damshme për organizmin e sen. Tha, tha, prite pak, tha, shkrinjet edhe e hani. Përgjigja ishte aty. Si, Recepi, prisnit ju se ka shpejt do dilni nga burgu. Në fillim, kur ju futu në burg, me çfarë ndjenjesh, me çfarë emocionesh? Prvo bevме razočarani od neuspehот на мисијата. Не сме криминалци. Имавме благородна цел. Да завршиме во затвор беше нешто катастрофално за нас. Со аџијата бевме заедно во иста келија. И беше тешко. Мислевме на нашите. Мислевме на светот. Мислевме на тие на кои што не им стигна помошта. Кога ги примивме работите, не знаевме колку ќе останеме, не ни дава никакви информации, не сака да не зборуваат со нас. Иако знаат добро англиски, иако имаше меѓу нив кои што знаат руски, кои што знаат турски јазик, не сака на ниеден јазик да комуницираат, освен тоа на нив што им треба. И кога ги прегледувавме работите, му реков на аџијата, дека аџија имаме 3 шампона. Аџијата вика, еднаш неделно бањање, 3 шампона, 3 недели, ќе останеме тука, ќе заглавиме. А вика, имам добра вест. Што? Вика, има 2 пени за бричење. А вика, тоа е добро, секој ден треба да се бричат луѓето, значи 2 дена не повеќе од тоа ќе останеме. И си пружавме, значи, еден со друг малку утеха. И истиот ден, значи, кога дојде представникот од Ашето, ни кажа дека тоа што ни се нуди да го потпишеме подобро да се потпише, да се тргнеме од таму, да немаме никаков. Çfarë ishte ajo që nënshkruat, sepse është përfolur edhe ai документ shumë. Дека на почетокот кога не симна, дали знаете дека сте били нелегално во Израел? Не. Вие не ги напиравте од отворено море и не донесовте тука. Јас не сум имал цел да влезам во Израел. Не можем да го признам ова како такво. Потоа, значи, повторно беше понудено такво нешто, таква опција за да можеме да се вратиме, да бидеме депортирани дома, сходно нивниот закон. Имаше можност да се потпишеме доле, конзулот не советуваше, значи, Шеф Александар рече, подобро потпишете го тоа, вратете се дома, живи и здрави, тоа е најбитна работа, бидејќи не се така совршено во овој систем. И го послушавме, со тоа што доле на тие изјавите на аеродромот, кога веќе не враќаа, значи, мора сите да потпишат. Потпишавме, јас потпишав, не знам за другите, и доле со забелешка дека е под присила. И сите тие кои што не потпишаа, беа тепани. Меѓу кои и Кен, нашиот пријател, тој беше со нас. Куш është Кен? Тој е бивш маринец во американската војска. Поради злоделата кои што ги гледал, кои што се прават неправдата, значи војува, не војува всушност за таа слобода, за таа демократија, се откажал од тоа и станал човек кој што шеда по светот, ги анимира тие ризични прашања и застанува на страната на правдата. Тој одби, рече, јас сум нелегално донесен тука, јас имам право, јас имам свој конзул, имам свој амбасадор, имам барам право на адвокат, не ни беше дадено ништо од овие работи, нашиот конзул сам не најде, на многумина од многу држави не знаеа дека се тука граѓаните, немаше никој да им јави и го бараше правото да иде на суд, не му беше дозволено, беше присилен да потпише, не сакаше да потпише и како што можеме да видиме на сликите ако ги дадете, изеде многу ќутек, застана многу луѓе да го бранат и тие беа претепани на сред аеродром, пред очите на луѓето. Човекот беше крвав. Тоа беше многу жално.
A i kishit imagjinuar dhe njerë se do të ndodhë kjo në afërsi të rripit të Gazës? Kur njerës nuk kishë shku menja se dë njerë do të shkojnë në Izrael. Idenë se kisha pas. Aq më tepër i thash Jasminit në burg, thash jebe Jasmin. Lese, thash kemi orë për herë parë në Izrael dhe ata drejt në burg. Jo, ideja që për me shku në rripin e Gazës gjithmonë kemi andru, e sidomos pas gjatë kësaj periudhës e embargos. Llogaritni 4 vjet në embargo tjetë një popull është sprove botës. Për mendimin tem të gjitha institucionet ndërkombëtare kanë ra për provimit për Gazën në mënyrë më të preme. Dhe këtu aty është ideja se gjithmonë e kemi bëmen, sepse kemi pas edhe aksione edhe të mëhershme humanitare këtu, kampanjë për Gazën në Maqedoni që kam qenë dhe unë pjesë e asaj kampanje dhe Jasmini dhe plot dikush për ndihma humanitare. Dhe kjo ishte një pjesë e asaj aty aktiviteti. Megjithatë ju nuk arritët të dërgoni ndihma, si ndjeni tani? Ashtu nuk ndjehemi mirë, absolutisht se nuk ndjehemi mirë. Jo nuk ndjehemi mirë pse neve na ka ndodhur kjo. Po problemi është se qëllimi nuk është arrit, qëllimi humanitar. Nuk po flas qëllimi mediatike, qëllimi politike, qëllimi këto janë çështje krejtëra. Po idenë që ne kishim për të shkuar në Gaza, për të gëzuar ata fëmijë, ajo nuk u arrit. Dhe kjo është ajo që neve s'na lë rahat. Po mendimin tim them. Sepse aty ishte dëshira shumë e madhe, nuk ishmi veç ne që do ishmi të shkojmë në Gaza, ishte një popull i tërë. Llogarit në Antalya është për të përmenë rasti i një vajze të vogël krahas kritatinëve të mëdhajve, e burrave, e njerëzve, e popullit tërë që ishte që në kam i ndihmu popullit Gazës, është për të përmenë një vajzë 10 vjeçare, një quheshte Ixhlal. Fjalën ja u kam dhënë gjithë vendese, Ixhlali do t'ja përmendë emrin në Maqedoni kudo që të më jepet rasti. Llogarit Ixhlali ishte vajzë 10 vjeçare, me gjithë vllahun e vet 3 vjeçar dhe babën e vet kanë ardhur prej Stambollit me makinë, me kerr në Antalya për me na thonë neve udhamar kur të hipmin anije. Ishte një gjest shumë i madh i tyne, aq më tepër në momentin kur duheshte na të nisemi nga ajo salla e sportit në Antalya, u radhitëm gjithë ata që kishin për të hip në anije me çanta në dorë për dal, ajo kishte dalë në derën dalëse të sallës, edhe me psikologjinë e saj po kërkonte njeriu e mundshëm që mund ajo t'i thojë atë çka don me ia thonë. Fatmirësisht e zgjodhi Fuat Ramiqin nga Kosova, që ishte menjëherë para mua, edhe unë fatin pata ta shoh se çfarë bën ajo vajzë, edhe e kish mbështjell një send shumë të vlefshëm, shumë të madh, e kish mbështjell, e kish palu shumë mirë, edhe ju drejtu Fuatit. Llogaritni vajza 10 vjeçare, thot Fuatit, "Amigja, ti a të shku për Gaza?" Fuati e kuptoi, edhe pse se dishte turqishtën, po ishte një pyetje që u kuptoke. Tha, "Po, tha, jam të shku për Gaza." Tha, "Apo e merr që këta mi ia çu ndonjë fëmijës në Gaza." Që ishte për mua një moment jashtëzakonisht prekës. Edhe për gjithë ata që e përjetuan ata, edhe çdo kujt që ja kemi treguar këtë rast, ka qenë shumë prekës. Ky është një simbolik, një fëmijë. Ai fatmirësisht ishte një fëmijë, një trashëgimtarit nga viset e Maqedonisë që kishin shkuar në Turqi me tu. Temen natyrisht sigurisht shikuesve u intereson edhe mënyra e shkuarit tuaj deri në Turqi dhe pastaj në Gaza. Ju të tre keni qenë bashkë apo atje rastësisht jeni takuar? Da, ние тројцата се најдовме во Истанбул. За среќа таму била судбината се видиме. Јас одамна имам аплицирано, знам дека Палестина е 60 години ги имам. Знаеме нивното патење. Do thot përmes të aplikimit ju keni shkuar gjithë rastësisht nuk keni hipur në Atania. Апликација направив ја од тука пред 2-3 месеци, зашто знаете дека од Турција тука цело време го пратам турските медиуми и знаев за оваа организација која организира ваков начин, зашто и претhodно овие отидоа и за цунами, отидоа и за Хаити. Додуша и таму имам роднини фактички имаме и тогаш кога ги гледат преку медиумите како одат за цунами, за Хаити, истото срце ме болеше и за таму, не успеав. И за ова пред 2-3 месеци аплицирав и одговорот ми дојде пред 5-6 дена, една недела ми дојде одговорот, позитивен одговор. И
на последниот ден на патувањето требаше и виза да земам бугарска, од кога зема бугарската виза и дома тога дознаа дека ќе идам. И овие веќе биле качени на турски автобус. Ја случајно најдов од жена му на Јасмин телефон и мртам нави тие замина. И така да у Истанбул веќе се сретнаме сите тамо и патот така почна. Do thotë edhe ju sigurisht përmes aplikimeve keni shkuar. Si çdo organizatë evropiane, amerikane, jugo-amerikane, lindjes lartë, gjithë kanë aplikuar përmes konkursit. Kush do me qenë pjesë e këtij aksioni humanitar, kush do me qenë si ata të Belgjikës, si ata të Suedisë, si ata të Anglisë, Irlandës, Spanjës, Francës, Gjermanisë. Mos ta harrojmë se në anije kishte edhe 35 deputet të shteteve të ndryshme të botës. Mes tyre kishte edhe deputet të Gjermanisë, të Suedisë, kishte të Greqisë, kishte domethënë të Izraelit, mo që i përmendi edhe Jasmini, ishte një deputet e Izraelit. E kam edhe një pyetje për në fund që parashtoj të treve. A do të kërkoni dëm shpërblim për atë që ju ka ndodhur atje? To по службена должност ќе го бараат и адвокати од Турција. Пред Меѓународниот суд на правдата ќе го бараат и адвокати од Израел пред нивните судови. А ќе видиме тука и од Македонија, можеби ќе направиме нешто слично, бидејќи кога дојдовме тука ни зема се. Значи и лаптопот, и облеката, и мобилни телефони, се освен пасошот и лековите, ништо друго не ни оставија. Што однесува до материјалната точка, а што се однесува до оно што се вика чест, што се вика понижување, што се вика физички напад и така натаму. И тоа си има своја голема тежина. Бараме од Израел да се извини, од нивната војска која што настапи така, и од нивната полиција после тоа, бидејќи ова не е нешто што е нормално во 21-виот век за цивилизираните луѓе. Dëm shpërblim në vija zyrtare që mundesh me shku, po unë kërkesë kisha pas që Maqedonia të japin një notë protestë të Izraelit. Sepse Maqedonia duhet ta bëjë këtë në radhë parë për qytetarët e vet që i kanë ndodhur, në radhë dytë për vijën që ka qenë qëllimin shumë humanitar që ka qenë, për në anën me dalë Maqedonia si shtet zyrtar në anën e krahut të drejtësisë në këtë rast. Јас би сакал ова да нагласам прво на конзулатот од Тел Авив да му се заблагодарам, исто така и конзулатот во Истанбул, госпоѓата Зерин, многу ни се не пречека и ова сакам да го нагласам зашто кога се симнав тука малку се разочарав. Слушнав од овдешните дека некои медиуми сакале нашата слика да ја прикажат на некој друг начин. Ова многу во душата ме боцна, зашто во мисија со други елементи појдов и се враќам со други муабети, тоа многу ме повреди во срцето. Зашто ја во два момента срцето не сакајќи тука ме чукна, морам да го кажам и ова. За покојниот Тошевски на Битпазар во 10:15 разбрав, две стари жени разговара и одма ме пецна тука. Као човек. Зашто душата покажува на вистината на човекот. И друг момент за покојниот председател, исто така Борис Трајковски, исто така има мајстори дома, почкари работеа и 200 од радио, така слушнавме и во тој момент. И погребот на покојниот председател, сите знаат, од Битпазар во петок помина, после ние сите муслимани излезени од џамија, од молитва и го испративме као човек, стварно. А кога дојдов ова вест, мене ме удри во срцето као хуман човек. Меѓутоа nuk bëhet çfarë për televizionin në Alsat. Jo. Atëherë, ju falenderoj shumë që ndat kohë që t'jeni mysafir në studio të hapur. Благодарам. Shikues të nderuar, ndoqët pra bisedën me tre shtetasit e Maqedonisë që kanë përjetuar Golgotën e vërtet në Izrael. Pra, sonte me ne ishin zoti Jasmin Rexhepi, zoti Seat Ramadani dhe zoti Sami Emin. Miropafshim deri në emisionin e radhës.